Fjalimi prekës i presidentes së jurisë së festivalit Cannes bëri xhiron e botës, ajo i bëri homazh gruas palestineze të vrarë. Aktoria franceze Juliette Binoche, e cila është presidente e jurisë në festivalin e filmit në Cannes, i bëri homazh fotoreporteres palestineze Fatima Hassona, e cila u vra nga izraelitët. Një dokumentar për Hassonin me regji nga iranianja Sepideh Farsi do të shfaqej në festivalin e filmit të lartë përmendur. Ajo quhet edhe Fatma Hassona. Në 16 prill në agim në Gaza, fotoreporteria 25 vjeçare dhe 10 antar të familjes së saj u vran nga një raket që goditi shtëpinë e tyre. Ajo shkroi: "Vdekja kaloi përmes meje. Një plumb harkëtari më shpoi dhe u bëra një ëngjëll në sytë e një qyteti të madh, një qyteti më të madh se ëndrat e mia, më të madh se ky qytet. U bëra një poete e shenjtë në sytë e një pylli që po shndrohet në shkretë të tir", deklaroi ajo ndër të tjera. Ajo deklaroi gjithashtu se një ditë para vdekjes së saj zbuloi se filmi në të cilin shfaqej ishte përzgjedhur për festivalin e filmit në Cannes dhe se ajo duhet ishte atje me ta. Arti i zgjat është një provë e fuqishme e jetës dhe ëndrave tona dhe ne si publik jemi dëshmitar të tij. Le të kontribuoj festivali filmit në Cannes ku çdo gjë mund të ndodhë në këtë drejtim, tha ajo, dhe publiku e shpërbleu me duar trokitje të zjarta. Festivali filmit në Cannes zgjat deri në 24 maj. Ky është edicioni 78 i tij dhe në pjesën e konkursit të programit ka 19 filma.